Ishte viti 1997, kur dëgjua e qara e parë e Eglit. Kam lindur një familje të madhe, unë, gjyshi, gjyshja, mami, babi, motra ime e madhe. Gjyshi për mua është prindi im. Jam rritur prej ti, dhe gjithë shka që jam sot jam falti. Ka patur një moment në fëmijërinë time, ku babi bën një aksident me makinë dhe thyen mbi 10 kocka të trupit dhe nuk e di se sa fraktura ka patur. Kërkonte një kohë post rikuperimi, po shumë gjatë, dhe në familje ishte vetëm pensioni i gjyshit dhe rroga e mamit, e cila ishte një rrogë shumë mesatare në atë kohë. Ai pensioni i gjyshit ka qenë gjithmonë në shpëtim për disa vite në familjen tonë. Ishte ëndra e tij që unë bëhem këngëtare. Ai thonte, unë do jem i realizuar dhe do jem njeriu më i lumtur në botë kur ty të shoh në skenë, të ngjitesh në skenë. I kisha tek koka gjatë gjithë kohës. Dhe sa herë ulesha në prerë dhe më thonte që ti duhet bësh vajzë fort, ti duhet rritesh vajzë mbar, se gjyshi nuk të jetë gjithmonë. I thoja që kur të ikësh ti, edhe unë do iki. Dhe në fakt një nga pengjet më të mëdha që kam në jetë, dhe kam thënë edhe këtu, është që nuk arrita dot ta takoja ditën e fundit kur vdiqe. Nuk ja dëgjova dot zërin në fund. Për gjatë vitit të parë të shkollës, njihem me ish partnerin tim dhe nis një histori dashurie. Ishim 19 vjeç, kam jetuar në familjen e tij, derisa vendosim që të shohim secili jetën tonë. Janë 5 vite cilat mua më kanë rritur, më kanë bërë më grua, më kanë mësuar shumë, e kam njohur më mirë veten time. Nëse ka patur një kërkesë gjithmonë nga ana ime, ka qenë vetëm që të kisha pavarësinë time. Pa e vënë dyshim që qëllimi nuk ishte i keq, po kjo ishte gjëja që mua më çoi në një moment pikërisht në humbjen e vetes time, e cila solli si pasojë një fazë të errët. Atë vit ishte pikërisht diplomimi im dhe paralelisht kënga ime e parë. Mes gjithë kësaj ngarkese, e gjej veten ku kaloj një atak paniku. Ka qenë 3 muaj të tmerrshëm. Unë harrova si ishte të ushqeshe dhe një humbje totale dëshire për të bërë praktikisht çdo gjë. Doja vetëm të rria mbyllur, kisha frikë të rria vetëm, kisha frikë të rria me njerëz, thjesht nuk isha më unë. Nuk doja prapë që të nesërmen kur të zgjohesha në mëngjes, ta kisha më këtë ndjesi, doja që kur të zgjohesha, të isha prapë unë.
drejtohem me mamin tim për tek një mjek i fushës për të marrë një kurim dhe për të larguar nga gjendja ku e kisha futur veten, nga gjendja ku nuk i thoja më vetes time që jam e bukur, e aftë, e talentuar, plot me vlera. Dhe në momentin që ti vërtet fillon të kuptosh edhe të hapësh syt, kupton që ajo që ti ke krijuar në mendjen tënde dhe që i ke dhënë një rëndësi shumë të madhe dhe të është dukur sikur po, kjo është gjithçka që unë dua, në fakt jo. Ajo që ti doje vetëm ti. Edhe vetëm ti mund ta nxjerrësh veten tënde nga aty ku e ke futur. Natën që jam kthyer në shtëpi, që kam qenë totalisht e përhumbur, kam qenë një erm. Por qafin e parë që kam dhënë kur kam hapur derën e shtëpisë ka qenë me babin. Dhe shikoja veten kaq shkënjim. Nuk gjej dot asnjë lloj fjale për t'i thënë më fal. I kisha premtuar vetes time kur hyra këtu që nuk do përfshihesha kursesi në ndjenja. Shumë e qartë në qëllimin tim kur hyra, do jem vetja ime dhe në fakt unë atë kam prezantuar. Kam prezantuar vajzën që jam. Egli kur ti i beson dhe kur të beson, është aftë të vetë mohohet. Dhe një gjë është e sigurt që gjëra më të bukura të presin. Jam shumë e lumtur që i kam thënë po kësaj eksperience. E tillë është jeta dhe mua më pëlqen të rrëzohem dhe të ngrihem sërish.